Shoqata Ungruaja organizoi aktivitetin ndërkufitar për mbrojtjen e biodiversitetit në rajonin Pres-Pohër, duke mbledhur aktor lokal, përfaqësues institucionesh, organizata mjedisore për të diskutuar rreth sfidave mjedisore në rajonin ndërkufitar Pres-Pohër dhe rëndësisë së bashkëpunimit për zgjidhjen e tyre. Ky rajon nuk është thjesht një thesar natyror me peizazhe të bukura dhe ekosistem unik. Është një trashëgimi e përbashkët që na lidh përtej kufive gjeopolitik dhe që ne kemi detyrim ta mbrojmë. Mesazhi që do japim sot të gjithë së bashku është le të mos harrojmë biodiversiteti nuk është thjesht një pasuri e natyrës, ai është themeli i jetës sonë, i ekonomisë sonë dhe identitetit ton kulturor. Mbrojtja e tij nuk është vetëm përgjegjësi e qeverive dhe institucioneve, po i gjithë shoqërisë. Momentalno kako aktivisti, kako... Pika fillestare ishte që të gjejmë qëllimin e përbashkët dhe të fillojmë me veprim nga aty. Filluam me detektimin e llojeve endemike brenda liçenit të Ohrit dhe përsëri, domethënë vazhduam me ngritjen e vetdijes për ekologjinë dhe florën dhe faunën, e cilët janë një pasuri e jashtëzakonshme për rreth liçen. Të zgjedhim idetë më të mira, të cilët mundet të shfrytëzohen për zhvillimin e projekteve më të tjeshme, po ashtu do të zgjedhim sekretariatin dhe po ashtu do të donim që grupi të vazhdoj me vetë bashkëpunimin dhe rrjetin të cilin më e kemi formuar. Në qendër të diskutimeve ishin ndikimet e ndotjes në liçenet e zonës, humbja e biodiversitetit, eutrofikimi dhe pasojat në komunitetet vendase që varen nga këto ekosisteme. Pjesëmarrësit ndan përvoja konkrete, sfida dhe praktika të mira, si dhe theksua nevojën për një qasje të bashkërenduar mes aktorëve shqiptar dhe maqedonas për ruajtjen e kësaj trashëgimie të përbashkët natyrore. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit, aktorët lokal dhe ndërkufitar punojnë së bashku në mbrojtjen e mjedisit të rajonit Ohër Pres, financuar nga PONT për të fuqizuar rolin e komunitetit në proceset e advokimit për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm rural.